Armiq, në fund të këtij muaji dhe të javës sigurisht do të bëjmë një përmbledhje, një analizë të ngjarjeve kryesore që kanë ndodhur atyre që do të vinë pra pritshmëritë me avokatin, mikun e emisionit tonë, Gjusin Zhdima. Avokat, përshëndetje edhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Avokat, muaji janar iku, edhe nuk është se kemi ndonjë zhvillim madh përveç zvarritjeve në kuvent, në qeveri, ndërkohë që në krahun tjetër drejtësia nuk është se ka bërë diçka. Edhe pse ishte si muaj parë, muaj mjalti i kreut të ri të SPAK-ut, ndoshta ai duhet kohë edhe për të njohur me drejtimin, me strukturën, me emërimet, lëvizjet, raportin me ndërkombëtarët, pritje për zgjedhjet, siç e kemi ne për urimet në moment që merr detyrën e re, pra ky muaj është dashur për këtë gjë. Pra edhe janari iku bosh. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, por ajo që unë dua të them tek ju dhe tek opinioni publik është kjo që ne ndodhemi në një situatë ku vetë politika, por edhe drejtësia në forma të ndryshme, ka pushime, ka festa, sigurisht ka ngjarje të cilat nuk dalin në publik, ka sekrete sigurisht të ngjarjeve, po sekrete të cilat i din pak aktorë dhe jo të gjithë qytetarët, sepse kemi parasysh që në shumë raste qytetari ka të gatshme dhe thjesht vetëm dëgjon lajmin e fundit, por e vërteta pas këtyre, të thoja, heshtjeve, negociatave, komunikimeve, është treguesi i qartë që na presin lajme të mëdha, por sigurisht që lajme të cilët do t'i marrim me rezerva dhe nuk duhet të bëjmë atë gabimi që bëjmë gjithmonë, duke marrë një lajm që shkëlqen dhe ta konsiderojmë se është diamant. Pra duhet kuptuar çfarë përmbajtje ka, është vërtet diamant, shkëlqen ashtu siç duhet. Pra do të provosh nëse është e vërtet që është diamant, sepse në rast se ti e merr faktin ashtu siç del, edhe nuk e përpunon, sigurisht që nuk merr atë që duhet. Por në muajin shkurt, avokat, çfarë prisni? Edhe Balluku do ta shtyj, do ta zjas, do zvarritet procesi dhe do humbin afatet? Përse të humbin afatet, se se kuptova? Te gjykata kushtetuese apo 3 muaj afati i kërkesës së SPAK-ut? Tani do të keni parasysh në muaj nëntor u bë regjistrimi në fund të muajit nëntor. Dhjetori kaloi, janari u mor në shqyrtim, brenda muajit shkurt duhet të dalin dhe do dalin me besoj javës që ardhshme do të dalë vendimi i gjykatës kushtetuese. Pra është brenda muajit dhe brenda afateve procedurale. Por ajo që unë dua të them tek ky është që kjo zvarritje nuk kupton që një gjykatë kushtetuese nuk që ka e pavarur. Pra, do të thotë që është në varësi të dikujt. Po ajo ka të drejtën vetë avokat që të marrë kohë. Sigurisht që gjykata duhet të marrë kohë sepse është një gjykatë e cila interpreton kushtetutën, por ju duhet keni parasysh diçka. Një gjykatë e cila shtyn seancat, një gjykatë e cila nuk merr një vendimarrje, nuk kupton që kjo gjykatë nuk është e pavarur në aspektin procedurial, sepse gjykata çfarë bën në aspektin procedurial, merr një vendimarrje duke u bazuar mbi provat të cilat ka grumbulluar gjatë shqyrtimit gjyqësor. Tani, a është gjykata kushtetuese në nivelin e dur? Fakti tregon qartë se ata nuk janë në nivelin e dur. Se ne këtu e kemi thënë vazhdimisht, nderuar, edhe kemi vite që e themi dhe na kanë dalë pothuajse të gjitha dhe do na dalin edhe këtu që themi. Pra, një gjykatë e cila nuk ja mban të dalë me një vendimarrje dhe brenda muajit janar të jetë e atë të dalë, do thotë që ka një ndikim, ka një presion, ka një ndikim të brendshëm dhe të huaj. Jemi realist tani, sepse ju e dini shumë mirë që të gjithë këta janë krenuar për amerikanët dhe europianët. Po ndikim tani ata këta mos më dalin ta bëjnë tani super shqiptar. Do thotë që janë të ndikuar nga të huajt. Ndikim të huaj për ta shpëtuar Ballukun i bie tani. Jo, nuk ka lidhje shpëtimi, sepse edhe një herë, procedimi penal është gjë tjetër. Çfarë do interpretoj gjykata kushtetuese? A lejohet prokuroria të kërkojë gjykatës
pezullimin e një funksionari shtetëror që ka në aspektin politik. Kushtetuesi jep të drejtë qeverisë, pra që nuk ka të drejtë një prokuror. Del viktime di Rama. Del viktime di Rama. Po i dha të drejtë Ramës, Rama me atë argument do ta rrethojë kërkesën e Ballukut, kërkesën e SPAK-ut për arrestimin e Ballukut. O s'ka lidhje, shiko. Jo, që nuk ka lidhje, ne kuptoj avokat, po lidhjen e kanë bërë ata që ne do presim këtë për të vendosur për këtë. Po, një sekond. Ne t'ja themi qytetarëve, le ç'a bën Rama, se Rama unë e di shumë ç'a bën, por ne do të themi qytetarëve, një gjykatë e cila është e reformuar, një gjykatë që nuk duhet të ishte plepa vetëm, sot është shndëruar plepa 1. Pse? Nuk del në vendimarrje, është shumë e thjeshtë. Pra, ne duhet të kuptojmë që kjo gjykatë kushtetuese duhet të interpretojë kushtetutën e vendit në raport të drejtë me të vërtetën flasun. Kur unë nuk do t'jem nga ata militantët që flasin vazhdimisht rroth partia gëzojmë të gjithë. Jo, unë do të them të vërtetën. Rasti Balluku dhe kam qenë dëparët dhe kam thënë kryeministri duhet i drejtojë gjykatës kushtetuese. Kam thënë edhe te ty dhe sapo doli lajmi, kam dalë edhe tek një emision të natës, të orës 9 tek Luan Rama, dhe ka thënë dhe kam bërë debat me analista aty, pse kryeministri duhet i drejtojë gjykatës kushtetuese. Pak nuk ka. Të gjithë thoni që duhet i drejton gjykatës kushtetuese. Duhet i drejtohet gjykatës kushtetuese, se nuk është vetëm për Ramën ky fakt. Po, ai është për çetë. Nesër zotri do vinë kryeministra në Shqipëri sa ta drejtë, ja kupton. Se nuk do rri Rama gjithë jetën aty. Por puna është që rendi juridik është rend juridik dhe rend politik që kemi janë të bashkangjitura njëra me tjetrën. Kush i normon sot zotri ligjet në parlament? Kush? Deputetët. Nga vinë deputetët? Njëra nga Partia Socialiste, nga Partia Demokratike, ministrat janë të emëruar nga Partia Socialiste dhe ligjet i ndërmend po ato. Pra si më shkëput ti mua aspektin juridik dhe politik ku ndërkohë ti ligjet ti bën partia. Shumë e thjeshtë, nuk ka nevojë të bësh interpretime të mëdha. Pensionistin ja ngre partia që është në pushtet. Nuk ja ngre as amerikane as europiane. Gjykata kushtetuese paguhet nga taksat tona. Lena në këto mashtrime që vine amerikanët, europianët japin lek këtu, qa mashtrime, mbaroj ajo. Mbaroj ato budalliq që vishin ata me çanta këtu edhe bënin turistat. E mos them çfarë bën në gjë tjetër, Lerë, se nuk është situata. Do flasë skandalet edhe do të shikojmë vetë. Por e ke fjalën për ata të vetmingut me videon me po le tani mos më ngatro tani se unë s'di asgjë, thjesht mund të them një fjalit tani fillon bë koment tani. Le të kaloj ta marr lumi. Dhe tani e vërteta është kjo, ne pse duhet të mos kuptojmë të vërtetën? Çfarë? Njerëzit janë në presion. Nuk janë banë zotëri të dalë në një vendimarrje. Jo për shkak të Edi Ramës. Për shkak të rrethanave të tjera. Nuk është momenti të flasim. Mirë, por qytetarët duhet kuptojnë. Ndikimi i të huajve në gjykatën kushtetuese duhet ketë edhe një kufizim. Shkodranët e thënë shumë mirë, mos ty vite në qef. Avokat, lutem, në rast të marrim një scenar hipotetik. Në qoftë se skadojnë afatet për masën që kërkoi SPAK-u, e miratoi gjykata për zonjën Balluku në parlament, a mendoni që SPAK-u ka një tjetër dosje rezervë për këtë çështje, për të vajtur me një kërkesë tjetër për masë arresti nisur edhe nga kontrollet e fundit që bëri në disa biznese në Lushin e Tiranë dhe qytete tjera të biznesmenëve që kanë marrë tendera nga dikasteri që drejton zonja. Pra, mendoni që ka një as në ndërmend SPAK-u për ta vazhduar betejën? Edhe njëherë duhet të sqarojmë. Gjykata kushtetuese në vendimmarrje. Gjykatën kushtetuese. Është jo, prit ta mbaroj. Po, ta mbaroj që aty do futem te ajo që thua ti, po rasti në gjykatën kushtetuese është gjë tjetër që s'ka lidhje. Rasti
i kërkesës së heqjes së imunitetit të zonjës Balluku, ku ndërkohë ti zotri e ke marrë të pandehur në tetor dhe vjen në muajin dhjetor mos gaboj dhe kërkon heqjen e imunitetit të saj, kur ti e ke marrë të pandehur në tetor, pse nuk e morë detyrim paraqitje në tetor, edhe pastaj i bëj një jetë akuzës? Dhe çfarë është kjo loja që ministrja dhe zëvendës kryeministrja akuzohet për paparazinë në tendera, kur ndërkohë ajo nuk është komision e re, pra nuk është antar komisioni. Ajo mund të akuzohet për ndikim të palishëm, ajo mund të akuzohet për korrupsion pasiv, ajo mund të akuzohet për shpërdorim detyre. Po të akuzosh dhe të marrësh të pandehur zëvendës kryeministrën, ministrën, ore thoni për Ballukun çfarë të dy shpirti, më kupton? Se ti e di shumë mirë, unë nuk jam me persona që kam hajdut djathtas majtës të korruptuar. Unë gjithmonë kam thënë prezumimin e pafajësisë. Pavarësisht çfarë ide politike kam unë për ata. Ti e di, edhe populli e din. Por unë nuk futem në emocionet e Shabanit dhe Lapaj që shante nga mjesë Edi Ramës dhe Sali Berishën dhe Shabani dhe Lapaj nesër pas nesër edhe janë bërë ortak me këta të dy. Në aspektin e fitimit material. Njëri u bë avokat i popullit dhe tjetri do të shkojë te Partia Demokratike. Pra, shkojmë te rasti Balluku dhe themi çfarë? Të vërtetën. Zotri, ti mund të kesh dosje për një person, po pse ke bërë gabime procedurale të pafalshme? Sepse dalin disa analista avokatët e partisë, sipas rastit, dhe analistët e partisë sipas rastit, dhe thonë, pse thot Spaku është mbi gjykatat, po kur më zotri thonë në 2026, po ku ishe ti ku arrestonte Sali Berisha? Ku ishe ti ku arrestonte Ilir Meta? Ku ishe ti ku arrestonte Ilir Beqaj? Ku ishe ti që u procedonte dhe u arratis Arben Ahmeta? I vetëm që të dalin të politikë në aspektin që u arratis. Pra, ku ishe ti mor zotri që sot ti na thua që drejtësia është e pavarur, ku ndërkohë ti, zoti Rama, përgëzoi Altin Dumanin për shpatën që kishte dhënë kur bëri arrestimin edhe të Erion Velis. Dhe tani lind pyetja, a ka dosje Spaku? Spaku në çdo moment mund të nxjerrë dosje për ty, për mua, për komshiun ton, për tjetrin të tjetrin. Pse? Të bëj statistik. Unë e kam thënë tek ju vazhdimisht dhe ju mendonit sikur unë po tallem me ju. Jo, unë të vërtetën po ju them. Spaku ka bërë statistik dhe sot përgëzoni statistik dhe nesër kur të vinë parat që ne duhet të paguajmë, shiko Begeti, shiko të tjerë me radhë, edhe doria i pensionist që merr 100.000 lekë akoma duke i punu 40 vite në këtë vend dhe duke marrë 100.000 lekë dhe nuk e janë nxjerrë dot muaj. Dhe ai duke bërë lavazh duke thënë bravo Spaku se arriti. Avokat, po me servisin e telefonave çka po bëhet po? Po mirë, po me shite, nuk e di ai kanë shitur tani se doli vendimi i gjykatës kushtetuese. Por dëgjoj tani te ajo tjetër që unë do ta them, po thjesht do lëviz pak që të marr diçka. Unë mendoj dhe gjithmonë ja them, po nuk ma kuptojnë. Dhe unë e them sepse unë po t'isha në vendin e Ramës, këtë do bëja. Por Rama e bën me vonesë, ndërsa ne jemi koherent, ne kemi thënë gjithmonë. Prandaj themi qytetarëve na dëgjoni kur them na i gjë. Se ata do shkojnë. Avokat nuk e di me vonesë pa qëllim a me qëllim. Kush pa vonesë? Na kupton. Qytetarë thua apo Edi Rama? Ju thatë kryeministri e bën me vonesë, por nuk e qartësuat me vonesë, me qëllim a pa qëllim. Tani, dëgjoj tani, Rama fillimisht kishte qëllimin e qartë. Por pasi pa që, shiko, disa njerëz kur marrin pushtet, duhet të shikosh në aspektin mendor. Kur shikon që kanë tejkaluar normat, vjen edhe kufizimi. Shiko rastin Xhafa, më kupton? Por ka rastin kur ty vetja në qef, do thotë që diçka nuk është mirë, shpuna se ajo fjali e Shkodran, e kupton? Pra, në disa institucione kushtetuese, disa dhe ka ju vetja në qef. Por, në rast se këtyre që ka ju vetja në qef, procedojnë, fusin burg, kalbi njerëz në burg,
Mendoj se do të kalojnë lehtë, kanë gabim. Pse them këtë? Se është shumë e thjeshtë kjo, vetëm shiko këtë rast. E futën burgat e tjetrin që është ka qenë kryeministër Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Meta, këto gjitha, po. Një tjetër që do vi pas këtyre, do të marri pikrisht ty që i futën në burg këta, do të bëj statistikë. Në rast se nuk do të marri ky që do vi, këta të cilët do rigjenerohen përsëri, se për shkak se ne tradit jemi si popull. Kemi një tradit, kemi një ADN. Kemi të njëjtin mënyrë mendimi. Nuk ndryshojmë, se jetojmë bashkë. Avokat, ne suksesin e pakut po eksportojmë Kosovë. Edhe njerë, kjo nuk ka lidhje fare, kjo është një mashtrim edhe të ajo të Kosovës do dështoj, sepse do ka dështuar edhe të Mali Zidhe dhe Maqedonia e Veriut. Por, shikoj të çfarë ndodh tani. Të shikojmë ashtu siç duhet me pa. Pra, këto të cilët janë sot në institucione kushtetuese që janë gjykatës, prokuror kështu me radhë, vjen një moment që ndërkombëtarët nuk interesojnë, mos e arritën në atë që donin. Ku e di se cili donte edhe vetë, nuk mund ta materializoj për faktet konkrete. Dhe këta të cilët janë të pjesë politike, që as drejtësia i ndëshkoj, por as në kuptimin të vërtet, a kupton, përveçse se mund t'i bësh statistik, po as vota e qytetarëve t'i ndëshkoj, ai që aktualisht është kryeministër, këta të cilët lavdronte, do t'i bëj statistik. Pra, kujdes tani se këtu do të vëmendje. Edi Rama po bën statistik spakun. Pse? Se për herë të parë ka refuzuar heqje imuniteti, ose më mirë, për herë të parë ka zvarritur komisionin për heqje imuniteti. Si bëri me rastin Ahmetaj? Shpejt. Po me këte? Do thot dikush fshet diçka ai? Jo. Pse? Se pikrisht Rama do t'i tregoj që jemi republik parlamentare. Që të shikojnë dhe qytetarët. Ate që gjithmonë i kemi thënë, me fakte, jo kështu bla bla bla. Procedimi penal dhe lidhur me imunitetin neni 288 dhe 289. Kur sekreti, këtë e nene. E dini çfarë thot për dosin që thua ti, prandaj do thash ne ta analizova shumë gjatë. Për dosin që thua ti, flagrancën, Prama është mbi palët. Prama mund të bëj procedurë. Prama shpëton ballukun dhe çdo balluk tjetër që vi pas ballukut, në kuptimin e aspektit të procedimit penal. Pse? Sepse pikrisht vetë është normuar në ligj që po kemi kushtet e flagrancës ku vendi vendos lirimin e deputetit. Edhe të jetë ministër edhe pa qenë deputet, ai quhet ka atributet e deputetit. Pra, edhe sikur të marrim të mirëqen që prokurori Prençi, Bravo, Kraja, Klapi, Tumani, e të tjerë me radhë, bëhen guximtar, edhe arrestojnë apo kërkojnë procedim në një politikani, pra deputeti, përsëri Rama i ka në patronazh. Procedo ashtu siç dua unë, por do të lejoj atëre kur dua unë. Avokat, po mos arrini të merrni telefonin tek mua. Si nuk shkon. Pra, ju thoni që telefonin e kryeministrit nuk e prekin dot. Po, se vendimi i gjykatës kushtetuese ishte shumë i qartë. Tani lind pyetja. Shtrohet pyetja. Po mos i hakmerren këta. Si doli kjo gjykatë kushtetuese? Mos i hakmerret spaku kryeministrit e i shkon për të kërkuar mas ndaj tij me këtë lëvizje që po bën për të mbrojtur ballukun, për procedurën kushtetuese etj. Tani të jem realist me ju, unë nuk e di
a ndodh diçka. Por ajo që unë mendoj, Pa ju nuk e është parashikoni Rama. që agjentët mund t'i shkojnë të BGH-s si radhën e parë që i trokitën në zyrë. Unë jam i mendimit që zoti Rama do krijoj statistik të SPAK-u dhe të drejtësia e re. Se si do ta krijoj statistikën, nuk e di. Por jam i bindur, pra nuk mund të them faktin konkret, se nuk e di në aspektin faktik. Por, ajo që unë e di, është që do kemi statistika. Tani statistika janë të mira, janë të këqija, nuk e di sepse në fund fare ata të dy bashkë kanë bërë pazare kur ishte interesi caktuar, më kupton. Por, ju duhet keni parasysh që zoti Rama, për shkak të pushtetit, për shkak të 83 votave që i dha zoti Dumani dhe shërbëtorët e tjerë të SPAK-ut, Rama tani do kthehet në kundërpesh. Pse? Sepse fjalia të hyjë vetja në qef ka arritur në situatën e kulmit. Dhe Rama përveç vetes nuk pranon që dikuj tjetër të hyjë vetja në qef. Nuk pranon që unë për të me tjetër dikush tjetër më i pushtetshëm se mua. Unë kam 83 plus 3 86 ose 87 sa shkojnë bashkë. Po shkon 94 Jo, 86 më kanë, se 83 kë, dhe 3 kanë duke të mdoshi, sa shkon, 86 shkon. Pra, duke parë në këtë këmbështrim, ne themi çfarë? Rama po krijon çfarë? Statistikën. Mos qeshni, është e vërtetë. Pse? Sepse zvarritja e imunitetit të zonjës Balluku quhet statistik. Rasti i parë që Rama refuzon ta shqyrtoj pa folur një gjykat tjetër. Çfarë do thotë kjo? Statistik pritje zotëri. Nuk quhet refuzim, po quhet përzullim, zvarritje. Do bëni kështu si them unë. Në rast se bëni të kundërt, sulet Komisioni Xhafa. Iniciativa qytetare. Komisionin e mbyllën. Pritni. Pra, Komisioni Xhafa. Pritani. Dështoj? Ndaloj? Jo. Është në lëvizje graduale. Po qëllimi çfarë është? Gabimi që bërën ata, lejuan SPAK-un si institucion i pavarur kushtetues që mos të mbikëqyret në aspektin e arbitraritetit. Pra, në asnjë normë kushtetute ndërkombëtare nuk është e normuar që një institucion kushtetues mos të ketë varësi. Çfarë do thotë varësia? Varësia e llogaridhënies. Çfarë do thotë transparenca? Transparenca nuk kupton mbikëqyrjen e mos arbitraritetit. Pra do të thotë nuk mund të thuash që jam institucion kushtetues dhe kam lidhje drejt për së drejti me Zotin, ku ndërkohë dihet që Hallka dhe hierarkia kushtetuese buron mbi Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Nuk mund të dëgjosh ti kryeprokurorin e SPAK-ut që jep llogari përpara ambasadës amerikane dhe ambasadës europiane, kur ndërkohë ai betohet përpara Kushtetutës së Shqipërisë. Po zotri, i kemi partner, po prokurorin nuk e kemi ministër të jashtëm. Do të qartësohet kjo gjë. Jo vetëm për këtë që qeveri sot, edhe kush do të tjetë. Po zotri, nuk është kryeprokurori i SPAK-ut ministër jashtëm. Mos u gëzoni ju popull që ata ndeshkojnë në përburgje. Se ai në fund fare ç'a bën? Statistik për të kënaqur popullin dhe në fund fare do të popullit pagua. Shiko begetin. Ja, që mi lek pension ti. Po jo, të themi të vërtetën, gëzojnë njerëz, gëzojnë, bravo, arresta. Te fatura, kush e pagun? Bravo, Dumani, Kraja, Klapi. Jo, ata bëjnë statistikë, thot, popullin a do, se i ka hyrë vetja në qef. Pra, i ka hyrë për vetja në qef duke menduar se po bëjnë hatan. Po në fund fare ç'a po bëjnë? Po ndihmojnë Ramën që t'i bëjë statistikë. Sepse pikrisht Rama do t'i bëjë statistikë
Sepse shumë e thjesht kjo, nuk ka nevojë të kuptosh. Proceduan Metën, proceduan Berishën. Kanë ndodhur në të shkuarën? Jo. Po prit, kur këta vazhdojnë dhe procedojnë, populli duhet të rëket, se njëri ka inat, tjetri e do, varet se si mbledh populli. Po populli nuk e kupton të vërtetën. Po cila është e vërteta? Që këta vazhdojnë. Por ama thot një sekond. Unë ju thash vazhdoni, po jo të vini te mua. Por tani që mos shkojnë te Rama, Rama duhet të krijoj kauzon. Rama duhet të krijoj goditjen. Si? Do t'i bëj statistikë. Prandaj të them, Spaku mund të ketë çdo dosje për ty, për mua, për popullin, për miletin, për gjithë, për Ramën, për gjithë. Rama thot, ore, erdhi momenti sikur nuk kemi bërë mi llogarit. Sepse duhet keni parasysh diçka. Në rast se një prokuror don të dëmtoj interesat kombëtare dhe thotë që është në partneritet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, me marrën të mirëqen. Po hajde ky është në interesat e shërbimit sekret serb. Kush e kontrollon këtë prokurorin? Se ky nuk kontrollohet. Kush e arreston? Përveç rrethip vet, pra 20 prokurorë të arrestojnë njëri tjetrin. Pra, nuk mundet në aspektin juridik të kesh një prokuror që t'jeti pa kontrolluar. Sa i shko bën pakt me kinezët, me serbët, me rusët. Ua, po si ndodh kjo gjë? Prandaj them që Rama patjetër duhet ta krijojë këtë gjë me një argument të thjeshtë. Zotri, u kënaqëm sa u kënaqëm, po erdhi momenti të lajmë sapet. Dhe pikërisht e sapet janë që ne duhet të mbrojmë Republikën. U vonove Edi Rama shumë. Ti e mamen o Dylber. Sa herë ne kemi dalë dhe kemi thënë prezumimin pafajësisë, Rama duhet dalë dhe duhet jetë patjetër korrekt me të drejtën çfarë? Paraburgimi i tepruar, arrestimi, veprimet, do reagim. Se po reagove ti, nuk është që mbështet atë personi që i ndodhi diçka, por ti reagon që ai që është në atë institucion mos të dëmtoj interesat e shtetit, që ky i arrestuar nesër me pafajësi nga një gjykate pavarur e paanshme dhe buxheti i shtetit shkatrohet. Sepse ky prokurori ka qenë serb, rus. Kush do ta faktoj këtë? Përveç atyre 20 që kontrollojnë njëri tjetrin, që është serb dhe rus. Dhe këtë them me bindje të plot. Dhe nuk e isha asnjë fjalë këtë kësaj. Kush e thot? Kush më materializon mua nga ky popull i cili thot mirë bëjnë ata që arrestojnë? Zotri, nëpërmjet votës do shkoj. Në arrestim, mos u gëzo se më fut fare të bën edhe ty statistikë. Është shumë e thjeshtë më zotri. Avokat, për të kaluar tek një tjetër çështje, e fundit për sot për opozitën nuk po flasim se nuk është se ka ndonjë zhvillim andaj, presim vetëm data është e reja që është 10 shkurt. Por këtej nga Mesazanin, me amerikanët, kryeministri, bordi i paqes, vizita në shtëpinë e Bardh, paksimit nga Izraeli. Atë thash që presidenti Trump do merret në fillim të muajit janar edhe me Ballkanin Perëndimor. Po, lajmi më i mirë ka qenë fakt ai preshevës, avokat i Kongresit Amerikan për rezolutën për pasifizimin e adresave. Tani, ti e mamen edhe ata që na ndjekin vazhdimisht, duke falendëruar që na ndjekin, të kam thënë që 2026 në maksimumin e 2027 në mars. Po, 24. Po, jo, lidhet pak edhe marsin. Ku i diet në gjë? 180 Tani marsi 2026, mars 2027, se diet e vërtet. Po mars, kështu mars, lidhet marsi. Tani, duhet keni parasysh diçka.
ardhja e gocës së Trumpit nuk favorizon Edi Ramën. Është fakt konkret ky. Një shembull konkret. Shërbimet inteligjente amerikane, kur fëmijët e presidentëve bëjnë vizita jashtë shtetit, janë të monitoruar vazhdimisht dhe ato janë në dieni, ashtu sikur ndodhet tek gjyqtarët tanë, të cilët i kontrollojnë telefonatat dhe çdo lloj gjë që ka të bëjë. Vajza e Trumpit ka erdhur bashkë me agjentët të CIA-s. Po patjetër, pse ti çfarë mendon se ajo vjen këtu vet, bë xhiro këtu vet? Ka ardhur në Shqipëri. Ka ardhur në Shqipëri sepse ata kanë deklarat, ashtu siç kanë edhe gjyqtarët tanë, të cilët monitorojnë familjarët e tyre dhe bëjnë një deklarat që ne jemi të përgjushëm në çdo moment për shkak se mund të cenojmë në mënyra tona shoqërore ndikime tek familja shumë e rrallë. Pra, janë subjekt kontrolluar. Dhe kështu ndodh edhe tek familja e Trumpit. Por mos harroni një fakt tjetër. Trumpi ka armikun kryesor Sorosin. Ju mendoni se familja Trump të bënte një dhuratë tek armiku Soros duke bërë një takim dhe duke bërë pazare me Edi Ramën? Do të jesh shumë naiv të besosh këtë gjë. Takimet, investimet nuk janë sukses për Edi Ramën. Pra, edhe nuk mund të jenë një hall për Trumpin edhe familjen e tij. Thonë që Rama tani është në rastarin e CIA. Po sigurisht, sepse do të keni parasysh diçka. Dy armiq të përvetuar është Trumpi me Sorosin. Sorosi ka sinjalizimet e veta, pra spionat e tij, dhe Trumpi ka spionat e vet. Trumpi do iki pas 2028-s, se s'do jetë më president. Do vi dikush tjetër në Amerikë. Ju mendoni se Trumpi do lejoj që Sorosi të godasi familjen e vet për shkak se goca bëri një vizitë? Unë mendoj jo. Ai do marrë të gjitha masat, dhe të gjitha masat disiplinore kërshi familjes së tij, në rast se në takime janë diskutuar gjëra sensitive për sa i përket qeverisjes apo komunikime me babain. Pra ju po thoni që do marrë masa. Mos harroni dhe një fakt tjetër që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk tallen. Kush është fakti nderuar? Shumë i thjeshtë. Që gjithmonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pasi ikën nga pushteti, plasin skandale. Pra, me që jemi të skandalet avokat, tani sot doli dhe Shqipëria te dokumentat e deklasifikuara që bëri Departamenti i Drejtësisë për dosjen e Epstein. Çiko, e dëgjova edhe këtë dhe unë ta kam thënë ka kohë, shumë kohë, po duhet t'i gjejmë edhe Kosova, të shënojmë datat se kishte qenë një zyrtar i lartë europian norvegjez më duket në Shqipëri. Edhe në komunikim që kishte pas me Epsteinin, i fliste për vajzat shqiptare, kishte vajza bukuroshe etj. Po ashtu dhe ish presidenti e Kosovës Jajaga dilte në një kërkesë për takim gjatë një asambleje në Kombet e Bashkuara në New York, diçka e tillë. Keni lexuar sot këtë? Jeni ndjeni të kësaj? Pra, e keni parë këtë dokument që ka qarkulluar? Para pyetjes tuaj, ju thash që në Amerikë dalin disa skandale pasi kemi. Edhe unë me këtë, me që jemi te skandalet. Po, edhe tani që jemi te skandalet, unë ju them, përderisa unë ju thash që para dhe ndodhin, kjo që ju referuat, është fakt konkret që unë e kam aprovuar edhe në shumë kohë përpara, që kemi thënë që ti o zotëri mund të shkosh si prokuror në Amerikë, mund të shkosh si dhëndër, edhe na fish nuse. Edhe fjalë të tjera tani ndere, është histori tjetër. Mos më ngatroj me këto gjëra, se është pjesë seksuale ajo, me sa kuptova unë, sa më vërtetë. Ja, sa kuptova unë. Po ka trazuar Shtetet e Bashkuara. Na përmendën dhe ne aty, pra shkojmë ne. Kur të vi lajmi, atëherë do flasim. Tani thjesht unë po them që ne kemi parashtruar tek opinioni publik, ja kemi thënë vazhdimisht njerëzve që ta shqiptarët që shkojnë atje dhe mendoj se bëjnë një takim tek Departamenti Amerikan i Shtetit. Mirë, kur vin këtu,
Mos vinë që janë shejtorë, kupton? Ndonjëherë edhe djalli ndikon. Çështja e tyre nuk më intereson. Kjo kur të dalë. Pra, duhet keni parasysh ju që vizita e vajzës së tij është një vizitë thjesht investitore, po pa ndikim në qeverisjen e vendit dhe pa lidhje fare me bordin e paqes. Apo me bordin e paqes. Avokat duhet të diçka. Që ambassada pak ditë më parë, vetë keni lexuar që gjatë një takimi, një eventi tha që kishte disa ekspertë amerikanë që ndodheshin këtu për zbërthimin e telefonave etj etj. Ndërkohë që më pas kishim një postim edhe për disa marinca që kishin ardhur në Ministrinë e Mbrojtjes, qofse jam i saktë. Pra marinca, ekspertë tek telefonat, ju thoni që bashkë me vajzën e Trumpit ka ardhur edhe agent të CIA-s. Edhe unë pash edhe tek ambasada amerikane në Facebook ishte nxjerrë që kërkonte një shofer. Kush na dëgjon nga shoferët, le të aplikojnë se pas kërkojnë CV që të kërkojnë shofer të ambasadë amerikane. Doja të aplikoja, po thash leje një herë tjetër. Tani, e vërteta është kjo. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë qeveria e Shqipërisë. Na përbërja e saj. Zgjohem në mëngjes dhe them çfarë do bëj sot? Hajde po pi një kafe me Gylsenin dhe me Dylberin. Mirë. Janë shtet serioz. Një shtet serioz sigurisht ka influencë në shtetet të tjera, të cilët e konsiderojnë vetet e tyre serioz apo jo serioz. Tani, merrem me shtetin ton. Unë ju them juve një sekret. Para pak kohësh, para se të vinte vajza e Trumpit në Tiranë, në Vlorë, po në Shqipëri, kryeministri Rama pati një takim të shkurtër me dhëndrin e Trumpit. Po, jashtë. Dhe Rama din të luajë shumë mirë. Edhe thotë, shiko, mua autoritetet të pavarur më kanë çuar sinjal që duhet të ndalojmë bashkëpunimin. Nxitoni, hajdeni shpejt në Shqipëri brenda javës që të mbyllim diskutimet. Një investitor i huaj, që ka një seriozitet, duke parë se një kryeministri ka thënë një fjalë të rëndë, sigurisht nuk ka ardhur vetë se ai ka qenë në Rusi, dhe ka nisur gruan. Edhe shkoti atje shpejt që mos na ikë kjo sepse ky thotë që institucionet e tij të pavarura do refuzojnë lejet. Pa e bëni të leje. E kupton çka ka thënë ai. Dhe si investitor serioz ka thënë ore, shkojmë më shpejt se po shikojmë ne po investojmë kohë punime, studime, janë lek ato, kupton? Udhëtime, a ja vlen si ja vlen, se ky thotë këta do ta anullojnë. Se i huaj, kupton, ai që është i huaj, nuk e din temperamentin që këtu ai me një telefonat rrezohet ta provohet, e kupton? Ai mendon se aty ka shtet, kupton, ka institucione, qeveria, ministrat flasin me shkresa, me kështu. Ai se kupton natyrën tonë që natyra jonë e bëjmë ler historinë, malin. E bëjmë malin, Everest, ta kupton. Pra, i ka thënë ky, po është shpejt se po refuzojnë ata, kupton. Ka ardhur kjo. Erdhi në momentin kur ky tjetri do të shpalte paqen. Dhe mos harroni që Rama doli me mesazh me gërma kapitali që edhe një pensionist që nuk shikon mirë e lexonte që Trumpi e ftoi Ramën të parë Albania. E kuptove? Pra, marketing zotëri është kjo. Pse? Kur ti me paratë tua paguan Tony Blair nga 2013 si shqiptar të Edi Ramës dhe Trumpi e fut në bordin e paqes, ku e fut organizator, ku e ka futur atje, sigurisht që ti do marrësh një informacion se ai ka një borxh ndateje që Rama e ka marrë shqiptar me paratë e popullit shqiptar. Edhe me lajmin e fundit i pari. Pra është shumë e thjeshtë kjo. Mos më bëni mua sikur
erdhi Ivanka, edhe erdhi e pashoqëruar. Edhe e shoqëruar ka ardhur, edhe ka ardhur për arsyen që ju thash. Pra, i ka thonë ky Joni, që ne jemi shtet serioz. Se është për shkëm Bashkimin Evropian. E ka thonë që institucionet e pavarura po dalin me vetime, zotëri, që të përshtet. Hajde të nxito shpejt se unë si ndaloj dot, s'është ndikim palishëm. Edhe bë viktimën ky prapë. Prandaj i nderuar dhe të nderuar miq që na ndiqni, e thash me kaq shumë fjalë të thjeshta që duhet të kuptojmë. Jo çdo gjë që shkëlqen është diamant. Avokat, unë të falenderoj shumë për shkëlqyen, edhe uroj që shkurti të jetë ndryshe dhe me zhvillime produktive. Jo, puna është të ketë zhvillime, se ne nuk ne intereson produktive në aspektin politik. Kam fjalë për të mirën e vendit produktive. Tani të mirën e vendit, tani. Shiko, unë di kështu për shembull. E mira e vendit vjen nga qytetarët. Në rast se ne bëhemi viktim të një lajmi të fundit me titra të mëdha dhe në përmbajtje s'ka lidhje fare me realitetin, i bën që ne bëhemi viktim të një lajmi të rrëmë. Ne, si shoqëri, duhet të jemi serioz, sigurisht se cili ka pikpamjet e tij politike, por sapuni për djath duhet kuptohet dhe të bëhet krahasimi. Nuk mundet ne të jemi individ të cilët të shikojmë që erdhi një huaj edhe hajde po burra Rama ka mbështetje. Nuk punojnë kështu shtetet serioze. Dhe nuk duhet ta kuptojmë këtë. Dhe ne nuk mund të presim nga spaku ndryshimin e këtij vendi. Ne duhet të ndërgjegjësojmë njërin dhe tjetrin, pra duke komunikuar, që është momenti që të ndëshkojmë, po duam, politik bërje. Po përmes votës, jo përmes statistikave spakut. Spaku nuk është drejtësia, është ndjekja penale. Sepse doni ta dini ju, në rast se Rama ka thënë këtë gjë, ke ndikim të palishëm zotërit. Në rast se Rama ka dhënë një PPP në emër të këtyre, këta kanë bërë një ndikim të palishëm ndaj një funksionarit publik shqiptar. Ku është spaku këtu? Pse është familja Trump, spaku nuk reagon, pra do të thotë që ka i kapur spaku. Si nga ana jonë, si nga ana e tyre. Prandaj them, çdo gjë duhet ta shikojmë ashtu siç duhet dhe jo në favorin ton, në aspektin e asaj që themi do zhvillimit të turizmit. Shqipëria është kaq shumë në aspektin e natyrës dhe të Zotit, dhuratat që nuk jepen vazhdimisht, njëherë fitohen këto, po thjesht ne si shoqëri duhet të ndërgjegjësohemi që të mbrojmë sovranitetin ton dhe mos të shesim Shqipërinë me 1 euro. Dhe ne si shoqëri duhet të kuptojmë që zoti Rama është në pushtet sot, ne s'do iki. Kështu ishte Berisha, kështu ishte Meta, kështu ishte Fatos Nano, kështu ishte Enver Hoxha, kështu ishte Zogu. Ku e ke Zogun sot? A qeverisi edhe ai? Iku, mërdhifi. Ku e ke Enver Hoxhën? A qeverisi? Mërdhifi. Pra kështu i bën edhe Edi Rama. Ku është sot? Ku do jetë nesër? Pra, mos e themi që u bë investimi, se në fund fare investimi materializohet në zonën aty, jo në gjithë Shqipërinë. Ne kemi diçka pozitive që në alfabetin anglez jemi Albania. Pra edhe sikur ta marrësh na çosh në fund, prapë shkoj përpara se jemi Albania. Pra, në rang ndërkombëtar jemi të parët, pavarësisht në gjithë statistikat për cilësinë dhe këto gjëra jemi burnot, e kupton, ku Treqameti. Na kalon edhe Afganistani, edhe Pakistani, edhe Bangladeshi, edhe Armenia edhe Azerbajxhani. Nuk kupton. Prandaj të falenderoj shumë dhe uroj që qytetarët na dëgjuan edhe sidomos presim komentet e tyre dhe like-et e tyre, sepse gjithmonë
jemi të vlerësuar dhe unë jam shumë i vlerësuar kur qytetarët na komentojnë, sigurisht që ka edhe njerëz të cilët bëjnë komente të ndryshme, por e drejta secili ka të drejtën e tij, por edhe ne themi të vërtetën. E vërteta dhem ndonjëherë. Po ajo që është e vërtetë është që është në të vërtetë ajo realja. Faleminderit shumë avokat, edhe në emër të gjithë shikuesve dhe komentuesve tanë. Të falenderoj shumë. Faleminderit shumë për ftesën.